Ungjilli sipas Lukës kapitulli 7, vargjet 18 e në vazhdim po lexojmë sot. Dhe dishepujt e tij i treguan Gjonit për gjitha këto. Dhe Gjoni thirrri pranë tij 2 nga dishepujt e vet dhe i dërgoi te Jezusi për t'i thënë: A je ti ai që duhet vi apo duhet presim një tjetër? Këta burra pra shkuan tek ai dhe i thanë: Gjën pak zori na dërgoi te ti për të thënë: A je ti ai që duhet vi apo duhet presim një tjetër? Dhe në atë orë shëroi shumë veta nga sëmundjet, nga mundimet dhe nga frymrat e liga dhe shumë të verbër u adhuroi të parit. Dhe Jezusi duke u përgjigjur u tha atyre: Shkoni i thoni Gjonit, ç'keni parë e ç'keni dëgjuar, të verbrit fitojnë përsëri të parit, të çalet ecin, lebrozët po pastrohen, shurdhit po dëgjojnë, të vdekurit po ngrihen dhe ungjilli u shpallet varfërve. Dhe lum ai që nuk do të skandalizohet prej meje. Kjo është fjala e Zotit që do dëgjojmë e mësojmë sot, le ta presim atë si tillë. Tema për sot është pyetja e Gjën Pakzorit që i drejton Jezusit. Mbi gjitha këto pyetjet, mbi gjitha këto tema që kemi folur javët e vazhdim, pra ka një nëntemë ose ka diçka që fshihet aty mbrapa. Kur pam manimen kryeqindësin që besoi tek Jezusi, pra që kërkoi të shërohej shërptorit, i tham tema është besimi. Edhe pam herën tjetër kur ringjall djali i ves nga Naini që ishte tema dhëmshuria. Tani këtu Gjën Pakzori drejtohet Jezusit me një pyetje. Por mbas kësaj temës madhe, tema ose zemra e saj është dyshimi. Pra ne do shohim sot një pyetje që merr përgjigje prej Jezusit. Në 2 histori që kemi parë pra më përpara në kapitullin 7 e thash hasëm besimin e një njeriut që e mahniti Jezusin. Dhe pastaj pam dëmshurinë hyjnore të Jezusit që i dha jetë një të vdekuri. Në historinë e tretë do të shikojmë dyshimin e një profeti. Pam besimin e një paganit, tani shohim dyshimin e një profeti. Një njeriu të madh të Perëndis. Tani do të çuditeni nga kjo që sapo thash dhe jam i bindur se shumë pak prej nesh e shikojnë këtë që sapo thash kur këto vargje lexohen me një sy të lirë, pra kur e keni lexuar ndoshta këtë historinë të shtëpia, si ka shku ndoshta mendja, mos më ka shku ndoshta më thon dyshimi i Gjonit etj. Dhe ndoshta mund mos të kapet nga njerëzit që shikojnë pra lexojnë përciptasit. Dhe në fakt njerëzit kësaj histori ndoshta edhe nuk dojnë me e kap, sepse përpiqen të japim edhe kur e lexojnë, ndoshta përpiqen të japin një shpjegim tjetër. Me thënë që shiko, Gjën Pakzori këtu nuk po dyshon. Si mund të hedhim ne hije dyshimi për figurën e ndritur Gjën Pakzorit? Në fundit, kush jemi ne ta bëjmë një gjë të tillë, kur vetë Zoti Jezus më poshtë, më vonë për të thotë që nga dikush i lindur nga gruaja, nuk ka asnjë profet më të madh se Gjën Pakzori. Por është e vërtetë, Gjën Pakzori në një fazë apo në këtë fazë të jetës tij dyshoi disi tek Jezusi, nëse ishte vërtet Jezusi ai që duhet vinte, i vetmi që duhet vinte, ose të paktën dyshoi i nxituar nga mënyra se si Jezusi po vepronte dhe do t'ja shpjegoj këtë pak më vonë, pak minuta më vonë. Por te kjo histori, te ky rast me Gjën Pakzorin, ne shohim që Gjoni është rasti që na tregon që edhe besimtarët e vërtet, edhe besimtarët e mëdhenj mund të kenë faza të vështira dhe dyshimit tyre për shpëtimtarin apo për Krishtin. Një gjë që e bën këtë të mundur ose e ndikon, tash ta lidhim pak me ne, është pritshmëritë e gabuara. Pritshmëritë e gabuara mund të na çojnë të dyshojmë.
të dyshojmë tek Perëndia i duhur. Pra kur kemi pritshmëri të gabuara, pritshmëritë e gabuara mund na çojnë të dyshojmë edhe tek Perëndia i duhur. Perëndia i duhur janë rregull. Mund të mos e kuptojmë se si vepron, ose nuk mos kuptojmë gjithçka se si ai po vepron pra Perëndia, dhe mund të arrijmë në këtë përfundim apo definicion. Unë e dua Perëndin, por ai s'më jep çka unë dua, apo çka kam nevojë, apo kur unë dua, atëherë ndoshta Perëndia nuk është i duhur, gjej një Perëndi tjetër. Gjoni këtë. Mund të arrijmë në këtë përfundim. Unë e dua Perëndin, unë e besoj atë, por ai s'po më jep çfarë dua, apo çfarë kam nevojë, çfarë po i kërkoj në kohën e duhur, atëherë ndoshta ai nuk është Perëndia i duhur, apo ndoshta ai nuk më don. Por Perëndin nuk e bën Perëndi, pra ai nuk bëhet Perëndi, Perëndi nuk e bën Perëndin ajo çfarë të jep apo bën për ty, edhe pse jep dhe bën shumë për ne, por ajo çfarë është ai në vetvete dhe atributet e tij. Kjo që thash tani është pak jashtë kontekstit, por na animon shumë dhe do mendoj që do të lidhet disi pak më vonë kur të shohim këtë histori edhe me jetët tona. Çfarë po ndodh në pikën e parë? Në vargun 18 do shohim kontekstin çfarë po ndodh. Ku ndodh kjo histori dhe si lidhen këto histori. Jezusi ka bërë shumë mrekulli që i kemi pa deri tani gjatë Ungjillit të Lukës. Kemi parë që ai shëron të bën demon, shëron një të paralizuar, ringjall një të vdekur. Fakt historia e fundit që pam ishte ringjallja e djalit të një të vetmit birë që kishte të një vejushe në qytetin e Nainit. Fama e Jezusit po hapet, po rritet, shërbesa e tij po zgjerohet. Ndërkohë që zgjon pak zori, profeti i madh është në burg. Jezusi po rritet, Jezusi fama e tij po bën mrekulli, ka marrë vesh gjithë dheu për çfarë po ndodh, ndërkohë zgjon pak zori është në burg. Dhe pse është në burg? Nuk është në burg për një krim apo për një zgjat keqe që ai vet ka bë, por për një parim moral. Është në burg për një parim moral, sepse ai denoncoi mëkatin apo imoralitetin e mbretit që ishte në fron. Mbreti Herod, e shohim këtë të 3:19 do ndalen atje, ka marrë për grua kunatën apo nusën e vllajt Filipit. A e denoncon këtë si mëkat, kështu që është në qeli për këtë arsye. A është qeli i lidhur atje dhe është në fortesën burg të një kreshte afër shkretirës së detit vdekur dhe shpejt do të ekzekutohet, do t'i prehet koka. Pra aja është në qeli në burg për drejtësi dhe për denoncimin e një mëkatit, jo për shkak se ka bën një krim. Dhe nëse je në burg pa faj, pritshmëria është që të çlirohesh, të dalësh nga burgu. Ndërkohë që je në burg dhe ke vujtur atje i depresionuar në burg për shkak të një faje që si e kryer, por për shkak të drejtësisë. Jezusi nga ana tjetër, fama e tij po rritet, po bën mrekulli, por jo diçka për gjonin. Dishepujt e tij vinin e i raportonin Gjonit për shërbesën e Jezusit. Por disi ato shërbesa, ato mrekulli nuk përputhen me çka ai, pra vetë Gjon pak zori më përpara se shkonte në burg, në ndikimin e frymës shajt kishte thënë për Jezusin. Ai vetë kishte ngritur shpresat e popullit hebre që Jezusi është Mesia, çlirimtari i popullit, dhe ai do ta çlironte popullin e tij nga romakët, nga shtypsit. Por ai jo vetëm popullin që s'po e çlironte Jezusi, por as Gjonin s'po e çlironte nga burgu. Ky kishte ngritur një pritshmëri të lartë si çlirimtar për Jezusin, por vetë ishte i depresionuar në shtypjen e zemëruar në burg nga një mbret i inatosur. Kam dëshirë tani përpara për të kuptuar këtë gjatë të lexojmë pak çfarë thot Gjon pak zori për Jezusin, përpara se të hynte në burg kur e pa Jezusin. Lexojmë tek Gjoni 20:34, nuk e nevojë të shkoni atje, do lexoj për ju, por thot:
Të nesërmen Gjoni e pa Jezusin që po vinte drejt tij dhe tha: "Ja qengji i Perëndis që ngrem katin e botës. Ky është ai për cilin unë ju thash, mas meje vjen një burr që ka zënë vend përpara meje, sepse ishte përpara meje. Dhe unë nuk e njihnja, prandaj erdha ta pagëzoj me ujë, që ai t'i zbulohej Izraelit." Dhe Gjoni dëshmoi duke thënë: "E pash frymën duke zbritur dhe qiellin si pullum që qëndroi mbi të. Dhe unë nuk e njihnja, por ai që më dërgoi të pagëzoj me ujë tha: ai mbi të cilin do të shikosh të zbres fryma dhe të qëndroj mbi të, ky është ai që pagëzon me frymën e shenjtë. Dhe unë pash e dëshmova se ky është biri i Perëndis." Thot vetë Gjoni. Unë pash e dëshmova që ky është biri i Perëndis. Tek Luka, pak më përpara, pra vjen një re çfarë thot ai për Jezusin. Pra, për shërbesën, për fillimin e shërbesës së Jezusit, pra ai thotë që është biri i Perëndis që zbriti në të fryma e shenjtë dhe dëshmon Gjoni vetë këtë. Tani tek Luka 3 më përpara, kur kemi pa predikimin e Gjën Pagëzorit, kur shkojnë turmat pagëzohen për Gjonin shkretir, Gjoni vetë thot këto fjalë. Tek Luka 3, 7 dhe 9 thot kështu: "Ai pra u thoshte turmave që vinin të pagëzoshin prej tij: Pjell në përkash, kush ju ka mësuar t'i arratisin i zemrimit që po vjen. Bëni pra frytet denja pendimi dhe mos filloni thoni brenda jush: ne kemi Abrahamin për atë, sepse unë po ju them se Perëndia mund t'i ngrejë fëmijë Abrahamin nga këta gurë." Gjë 9. "Dhe tashmë spata vun rajnë", po vjen ai që jep gjykimin dhe jep drejtsinë. "Spata është vun rajnë pemëve, çdo pemë pra që nuk jep fryt mirë, do të pritet e të hidhet në zjarr." Pastaj 15 dhe 18. "Dhe populli ishte në pritje dhe të gjithë arsyetonin në zemrat e veta se mos vallë Gjoni ishte Krishti. Gjoni ju përgjigj duke thënë gjithë: dhe unë ju pagëzoj me ujë, nuk jam unë Krishti, por po vjen ai që është më i fortë se unë, të cilit unë nuk jam i denjë as t'i zgjidh rripat e sandaleve. Ai do t'ju pagëzoj me frymën e shenjtë dhe me zjarr, fuqi. Ai mban tërplot në dorë e do të pastroj lëmin e tij, do të mbledh grurin hambarin e tij, e bykun do ta djeg. Do t'i jap gjykim, do t'i gjykojë të këqinjt. Dhe me shumë mënyra të tjera nxiste popullin dhe shpallte atyre lajmin e mirë, pra Krishtin." Jezusi i tha këto për Krishtin përpara. Po tani është në burg. Por në vend që Jezusi shpaloste gjykimin e tij, gjykimin e Perëndis, dhe dënonte të ligjt romakët, shpëtonte, çlironte edhe vetë Gjonin, Jezusi po bante një shërbes qetë dhe duke treguar dëmshuri. Rasti i fundit ishte ai tregoi dëmshuri, një shërbes me dëmshuri. Patjetër mësimi i tij her pas here ishte radikal. Por akoma asgjë s'po ndodhte që tregonte që gjykimi që kishte shpallur Gjonit po ndodhte. Gjonit si pret puna. Nuk është puna se Gjoni mund priste, po Gjoni po ndiq. Do vritet. Është në burg. Gjonit si pret puna. Koha po afron. Ai do të vdes. Por para kësaj, ai do të sigurohet të heqë çdo merak e dyshim që e turbullon atë në mendje në zemër. A është Krishti ai që duhet vinë? Në pikën e dytë është pyetja e Gjonit, vargjet 19 dhe 20, pyetja e Gjonit. Çfarë bëri Gjoni në burg? Ai thirrri pranë vetes 2 nga dishepujt e tij dhe i dërgoi te Jezusi për t'i thënë: "A je ti ai që duhet vi, apo duhet presim një tjetër?" Dhe ashtu siç i porositi, ata burra shkuan te Jezusi dhe përsëritën të njëjtën pyetje, vini re, copy paste. Tani ka komentarë që thonë, siç mendoja unë kur isha besimtar i ri dhe mendoja që duhet ta justifikoj e zbukuroj pak të Gjonin, mos duket Gjoni si dyshues. Dhe ka shumë që thonë, Gjoni nuk po dyshonte për veten, por po dyshonte a e kanë kuptuar dishepujt. Kështu që po dërgon dishepujt, jo se vetë nuk është i sigurt, por ndoshta s'janë të sigurt dishepujt dhe ata të ndjekin me qenë po vdes, dishepujt janë të sigurt kush është Jezusi dhe të ndjekin Jezusi. Apo disa mendojnë se Gjoni mendonte se disa komentarë tjerë mendojnë që nuk ishte se dështoi besimi i Gjonit për Jezusin, por ai nuk po humbiste besimin apo po dyshonte, por po humbiste durimin
për shkak se është në fund jetës, durimi për të shpalos ajo që Jezusi kishte thënë. Por s'kemi pse shtyhemi për të parë jashtë tekstit apo të mbrojmë zgjonin, sepse zgjonin më vonë herën tjetër do ta mbrojë Jezusi vetë. Do ta shohim. Pyetja që ai ngriti ishte për veten e tij. Pse? Sepse edhe përgjigjja që Jezusi i jep atyre nuk është dëgjoni dhe mësoni ju o dishepujt e Jezusit, por Jezusi thot më poshtë, shkoni e i thoni zgjonit. Ta mësoj zgjoni, shkoni dhe i thoni zgjonit, pra është për zgjonin. Por si atëherë, mund thoj dikush, si atëherë ai profeti mall, që shpalli tha për Krishtin e shqendji i Perëndis që shlyen mëkatin e botës, biri i Perëndis që pa shpirtin e shenjtë, që e vetë pakzoi Jezu Krishtin, ka këtë dyshim. Vëllezër, që besimi të jetë i vërtet, duhet kaloj përmes turbulancave dhe dyshimeve. E kundërta ndoshta mund të jetë e pavërtet. Ndoshta ai që e ka marrë të mirëqen dhe shpall me një vetbesim shpëtimin pa pasur një rilindje të vërtet e një jetë të ndryshuar vetëm se çka thon me gojë, ai mund mos të jetë vallë i sigurt sa ky që dyshon në fakt. Po është e mundur që njerëzit dhe profetet e Perëndis dyshojnë, dekurajohen e të jenë gati të heqin dorë. Në fundit ne e dim që nuk është fuqia jonë dhe çfarë ne qëndrojmë dhe mbajmë për Perëndin, por është vetë Perëndia që na mban, është fjala e Tij që na mban ne. Dhe kjo nuk është hera e parë. Mund ndoshta i duke u çuditur për Xhan Pakzorin, por Xhan Pakzori nuk është i vetmi dyshues nga profetët e dhjetës vjetër. Profeti Jeremia, profeti i madh Jeremia, ishte gati të hiqte dorë nga shërbesa e tij profetike për shkak të përçmimit dhe talljes gjithë popullit ndaj fjalëve të tij profetike. Jeremia te kapitulli 20, vargjet 8 dhe 9 thot, sepse sa herë që flas unë bërtas dhe shpall, dhunë dhe plaçkitje, por fjala e Zotit për mua është shkak turpi dhe tallje çdo ditë. Unë them vërtetë po më tani çfarë flet ti më. Atëherë unë thash, nuk do ta përmend më, ai nuk do të flas më në emër të tij. Ai kishte shku kesh Jeremia, nga se ngjonte kush tha, me që se ngjon kush fjalën e Zotit, as kam më përmend më, e than më. Por fjala e tij ishte në zemrën time si një zjarr, pra vetë dështe me hek dorë për Perëndia, s'len me hek dorë. Por fjala e tij ishte në zemrën e time si një zjarr flakërues i mbyllur në kockat e mia, përpiqja të mbaja, por nuk mundesha, dosha mos me fol më për Zotin. Isha gati me hes dorë, por ndjek të zelli fjala e Zotit sa s'mund ta mbaja pa fol, thot Jeremia. E shohim Jeremia gati duke hes dorë. Ne e shohim profetin Elia. Profetin Elia e shohim nën dhunën, nën vështirësinë, nën përndjekjen që i mban Jezebeli, ajo grua e lig bashkë me Ashabin, dhe e kena përmend. Sa ai shkon dhe arratiset. Shkon dhe arratiset, thot atje në një hyrje shpellë, futën në një shpellë. Jeremia aty kaloi natën dhe ja fjala e Zotit drejtua dhe i tha ç'bën këtu Elia? Ajo përgjigj, në nxiti një zelli i madh për Zotin, Perëndin ushtrive, sepse bitë e Izraelit kanë braktisur beslidhjen, kanë prishur altarët e tu, kanë vrarë me shpatë profetet e tu, kanë mbetur vetëm unë, dhe ata kërkojnë vrasin, është duke arratisi, kanë vrarë gjithë, kanë mbetur, dojmë me vrarë dhe mu, është fut në shpellë. Na nuk e dim gjithashtu që Jona ndroi rrugë u arratis nga përgjegjësia e tij për shpallur fjalën e Zotit. Por gjithë këta profet ishte Perëndia që i majti, ishte fjala e tij, ishte fjala ai ktheu prap. Ai mbajti për të mos hequr dorë. Po, njerëzit e Perëndis mund të kalojnë përmes paqartësisë dhe dyshimit, stresit dhe problemeve, dhe jo patjetër Perëndia do të bëj sipas pritshmërive të tyre, siç mendojnë ata. Siç Jona donte të bënte Perëndia sipas si donte Jona, dhe u inatos me Perëndin.
Po Perëndia pse nuk bën sipas pritshmërive tua, kjo do të thotë që Zoti që besojmë nuk është ai duhuri, nuk është i vërteti. As nuk do të thotë që ai nuk po na mban apo s'po kujdeset, përkundrazi, e kundërta është e vërtetë. Dhe vini re tani në pjesën e 3 dhe të fundit përgjigjen e Jezusit në vargjet 21 dhe 23. Dhe Jezusi nuk është si u inatos apo mërzit me gjonin, apo u çudit me tha çfarë është ky mor, e kena marrë për burr të madh, profet të madh dhe e shërtoi. Në fakt pyetjes që sollën dishepujt e Jezusit tek Gjon Pakzori, Jezusi nuk i përgjigjet me një po apo me një jo. Çfarë ndodh dhe si përgjigjet ai është me fjalën e Zotit dhe me profecitë e fjalës Perëndis, me atë që ishte predikuar dhe premtuar dhe që po përmbushet. Tani e bukura që na tregon Luka në ndriçimin dhe në frymëzimin e ëmbël të shpirtit të Perëndis, shohim tek vargu 21, që jo vetëm që dishepujt kishin dëgjuar, e kishin pa përpara dhe kishin raportuar tek Gjoni mrekullitë e Jezusit, por vini re kur ata vinë dhe janë prezent duke bërë këtë pyetje, a është Jezusi ai që duhet vinte? Vini re çfarë ndodh në vargun 21. S'mendoj që e keni vënë një herë. Thot përveç çfarë kishte bërë përpara, na tregon pra Luka, na tregon që në atë orë, në atë moment kur ata paraqiten të bëjnë këtë pyetje, në atë orë që ata erdhën të pyesnin, vini re çfarë thot vargu 21. Ai shëroi shumë veta nga smundjet, nga mundimet, nga frymrat e liga, pra demonet, dhe shumë të verbërve u dhuroi të parin. Dhe mbasi i bani këtë mrekulli, dhe dishepujt e Gjonit që ishin dërguar i pan ato me sytë e tyre, Jezusi përgjigjet. Jezusi duke u përgjigjur u tha atyre, nuk i tha jam apo s'jam. Vini re përgjigjen e Jezusit. Shkoni e i thoni Gjonit çfarë keni parë e dëgjuar, jo çapo ju themoni po jo. Shkoni thoni Gjonit çfarë keni pa me sytë tuaj e keni dëgjuar me veshtë tuaj. Të verbrit fitojnë përsëri të parit. Të çalet ecin. Lebrozët po pastrohen. Të shqurdhrit po dëgjojnë, të vdekurit po ngrihen, dhe ungjilli po predikohet varfërve. Pse përgjigjet në këtë mënyrë Jezusi? Sepse Jezusi gjitha këto që po i bën, nuk i po i bën në një ekzibicion për treguar se sa mafioz është apo sa gjigant është apo sa ekzibicionist është apo sa magjistar është. Po i bën këto për të përmbushur atë çfarë ishte predikuar për të. Dhe mrekullitë i thonë, Isaia thotë që do të vinë shpëtimtari i Zotit që do t'ju shpallë ungjillin të varfër. Do lexojmë atë varg për një herë. Por e shoqëruar me këtë lajm, Isaia ka thënë që kur të vinë shërbitori i Zotit, mrekullitë do ta shoqërojnë. Dhe mrekullitë kemi thënë që e shoqërojnë agjentin e Perëndis për të vërtetuar që është prej Perëndis vet. Dhe Isaia në fakt në 4 referenca që do t'i kaloj shpejt, nuk keni nevojë të shkoni atje, i përmend gjitha këto mrekulli që Jezusi po bën në sytë dhe në veshët e tyre. Dhe Isaia 26:19, të vdekurit e tu do të rijetojnë, bashk me kufomën time do të ringjallen, zgjohuni dhe gëzohuni, o ju që banonin pluhur. Vini re, të vdekurit do të ringjallen. 29:18, të shurrit do të kuptojnë atë ditë fjalët e librit, fjalën e Perëndis, do të hapen veshët, do të dëgjojnë, dhe çliruarit nga errësira dhe terri, sytë të verbërve kanë për të parë. Isaia 35:5-6. Atëherë do të hapen sytë të verbërve dhe veshët e të shurdhëve. Atëherë çalamanët do të kërcejnë si dre, dhe zgjuha e Memecit do të përtas nga gëzimi, sepse të dalin ujëra në shkretir dhe përrejnë në vendin e vetmuar. Vini re. Dhe tek 61-shi, kapitulli i parë, fryma e Zotit, Zoti është mbi mua, thotë shkruari i Zotit.
për të dhënë lajm, sepse Zoti ka vajosur për të dhënë lajmin e mirë për ulurve, apo të varfërve, nevojtarëve në frym. Me ka dërguar të lill plagët atyre që kanë një zemër të thyrë, e të shpall çlirimin e atyre që janë në robëri, hapjen e burgjeve të burgosurve. Vini re. Jezusi nuk tha po apo jo, por e la dishepujt e Gjonit të shihnin vetë me sytë e tyre dhe me veshët e tyre, pastaj tha shkoni e thoni Gjon Pagëzori çfarë keni parë e dëgjuar. Jezusi i kthen përgjigje për kush është ai, jo për gjykim, se kur do të vi as për premtim, pra nuk je pas gjykim kur do të gjykoj popullin apo qinjt, apo nuk je pas premtim për çlirimin e Gjonit nga burgu, por thot shikoni çfarë keni parë e dëgjuar. Ne duhet vëllezër e motra të besojmë në atë që është Krishti vet, jo për atë çfarë do të bëj apo presim ne që ai do të bëj për ne. Dhe në fund ai shpall lumturinë e re, kur kena pa ato lumnit, lum kështu e lum ashtu. Kjo lumnia nuk është një lumni që njihet nga teologët, lumnia e re. Në fund ai shpall lumninë e re. I thot dishepujve të Gjonit, shkoni thoni çfarë keni parë dëgjuar, këto që janë pra thënë në fjalën e Zotit, janë profetizuar që Gjoni i din shumë mirë. E thot lum ai që nuk do të skandalizohet, nuk do të turprohet, nuk do të pengohet nga unë. Sepse Gjoni ishte duke u turbulluar, ishte duke u penguar besimi, ishte duke u penguar besimi i tij. Për shkak se nuk ishte shfaqur Jezusi në gjithë pritshmërinë e tij në këtë moment. Gjoni është në burg dhe e pret vdekja. Jezusi thot, Gjon, unë jam ai që jam ai që duhet vinte, pikërisht ai dhe i vetmi. Por kjo s'do të thot që do të çlirohesh ti apo do të përmbushen gjithë pritshmëritë tua, ndaj mos u kap në kurthin e kësaj, mos u skandalizo, mos u turpo, mos u pengo. Kjo fjala këtu nuk do skandalizon, nuk do turpërohen, në fakt është një fjalë poetike që përdoret për kurthet, kur një zog e shkel një gjë dhe kapet në kurthin e vet, vetë e shkel, vetë e krijon dhe vetë ngel brenda. Pra mos fut dyshime vetes tane me zon veten në kurth me mendues që unë nuk jam, për shkak se gjithë pritshmëritë tua nuk po përmbushen në këtë moment. Jeta jone krishtere kalon nga entuziazmi. Mani men kur u kthyet, u rilindët, u kthyen besim, kishit entuziazëm dhe gëzimin e krishterë. Jeta jonë e krishterë kalon nga entuziazmi i fillimit besimit në luginat e të errta të dyshimit, kur përmballemi me vështirësitë dhe me pyetjet dyshueset na vijnë tek ne dhe na lindin. Let lindin pyetje. Edhe është normale, nuk ka ndonjë problem. Edhe për Zotin, por në veçanti let lindin pyetje, pse Zoti bën kështu apo pse Zoti s'po bën ashtu? Kur do të ma bëj këtë, a kur do të ma japin atë? Por s'ka vend për ne që jemi rilindur të për të vend dyshim, a është ai vetmi. Ai është Zoti jon, ai është shpëtimtari jon. Sepse nuk varet ai nga pritshmëritë tona dhe na plotson çfarë duam ne. Unë ngrej pyetje. Ne e dim që pavarësisht çfarë duam a presim, a përmbushet ne, pas na e kur duam ne, ai është i mirë gjithmonë, karakteri i tij nuk ndryshon kurrë. Zoti ynë askund s'na ka premtuar që do të na shpëtoj nga gjitha vujtjet tona. Ai nuk na ka premtuar kurrë që nuk do të dërgoj apo nuk do të lejoj që të ndodhin gjërat vështira, situata të vështira në jetat tona apo në shërbesat tona. Nuk na ka premtuar kurrë këtë. Ai thjesht na ka kërkuar të besojmë atij në gjithçka bën në mirësinë e tij. Na ka kërkuar të bindemi atij në gjithçka ai thot dhe urdhëron në urtësinë e tij. Dhe çka nuk e kuptojmë tani, do ta kuptojmë më vonë. Po kjo s'na jep arsye që të dyshojmë në karakterin e tij të mirë, apo dyshojmë që ai është i vetmi i vërtetë, shpëtimtari dhe Zoti jon.
Vëllezër motra, është normale që të vinë një dyshim, një shqetësim, një përplasje, një pyetje. Pse Zoti s'po më jep këtë? S'po më shëron nga kjo? Pse s'po më përgjigjet për atë? Etj. Gjoni kishte arsye për të pritur këtë për Jezusit. Gjoni ishte profeti që e paraprinte Jezusin, e shpalli atë, e pagzoi atë, bëri shumë çka për të. Ai tha, ai duhet të rritem, unë do të zvoglohem. Po kur zvoglohesh nuk është gjithmonë e thjeshtë. Dhe i leti ngrejmë sytë tanë tek Krishti. Mos të kapemi nga çfarë na jep apo çfarë presim prej tij, po të kapemi tek vetë ai. Të kapemi tek karakteri i tij, të kapemi tek mirësia e tij. Të kapemi për kush është ai dhe çfarë ka bërë për ne në kryq. Ai fitoi një shpëtim përjetshëm për ne. Një shpëtim përjetshëm për ne. Dhe mos u habisni që herën tjetër Jezusi këtë gjën pagzorin që dyshon këtë herë, nuk e shqërton atalla për çmon, por në fakt e mburr dhe e lavdëron. Sepse është një dyshim i sinqert që Jezusi ja çon përgjigjen për kush është ai, përmes asaj çfarë ka bërë. Por mos mpaket sot besimi jon. Dhe dyshimet tona mos na mbysin. Krishti është i vetmi Zot. Krishti është ai që duhet vinte dhe i vetmi. Krishti fitoi për ne një shpëtim të madh. Le t'i besojmë atij për kush është ai. Le të lutemi bashkë.